Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15. Ka nisur mbledhja e kryesisë së Kuvendit në të cilën parashihet të diskutohet për funksionalizimin e komisioneve parlamentare, që rëndom janë 14, bazuar në këtë numër dhe në formulën për ndarjen e vendeve në zgjedhjet për Kuvend, po që se AK-ja e Nisma formojnë grup parlamentar. Atëherë vetëvendosje do të udhëheq me 6 komisione, PDK-ja me 3, LDK-ja me 2, ndërsa AK-ja e komunitetet me nga 1. Por funksionalizimi e këtyre trupave për para formimit të qeverisë së re është kualifikuar si veprim jashtë rregullave dhe praktikës parlamentare. Në këtë mbledhje, gjithashtu do të diskutohet edhe rreth miratimit të buxheteve komunale për vitin 2025 për komunën e Prishtinës, Gjilanit, si dhe atë të Zubin Potokut. Presidentja Vjosa Osmani ka ftuar në takim kryetarët e partive politike për të premton në mesditë. Takimi është ftuar për në orën 12, kanë konfirmuar nga presidenca. Sipas kushtetutës, presidentja ka kohë 10 ditë që të zhvillojë takime me partitë politike për mandatarin e dytë. Nëse as mandatari i dytë nuk merr votat e nevojshme për formimin e qeverisë, atëherë shpallen zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Kjo situatë ka krijuar problem edhe për buxhetin e vitit 2026, të cilin qeveria ka afat ligjor vetëm edhe 2 ditë ta procedojë në Kuvend. Presidentja Osmani është shprehur se do të japë zgjidhje buxhetit për parashpalljes së zgjedhjeve të parakoshme, nëse partitë nuk e propozojnë mandatarin e ri ose nëse mandatari dështon ta krijojë pushtetin. Partitë politike në ish opozitë, PDK, LDK, AK dhe Nisma Socialdemokrate kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimin konsultativ të thirrur nga presidentja e vendit Vjosa Osmani, i cili do të mbahet nesër. Partia Demokratike e Kosovës ka njoftuar për radio-televizionin 21 se ka pranuar ftesën e presidentës dhe se në takim do të merr pjesë kryetari Memli Krasniqi. Lajmin e ka konfirmuar nën kryetaria e PDK-s Vlora Qitaku. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka konfirmuar pjesëmarrjen. Zëdhënësi LDK-s Besjan Mustafa bëri të ditur se partin do ta përfaqësojë kryetari Lumir Abdigjiku. Përgjigje pozitive ka dhënë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ku nga ky subjekt është bërë ditur se në takimin me presidentën Osmani do të marrë pjesë kryetari Ramush Haradinaj. Po ashtu, kryetari Nismës Socialdemokrate i është përgjigjur pozitivisht ftesës së presidentës për takim. Ndërsa partia fituese Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka të drejtë të propozojë edhe një mandatar tjetër për qeverinë, deri tani nuk ka konfirmuar nëse do t'i përgjigjet ftesës së presidentës për takim. Analisti politik Shemsi Ashari vlerëson se ftesa e presidentës Osmani për takim konsultativ me subjektet politike nuk do të prodhojë asgjë, pasi sipas tij presidentja është treguar shumë pasive në raport me blokadën politike disa mujore. Ai thotë se takimi tek presidentja mund të jetë sa për fotografi. Takimi të presidentja e thirrur për nesër dhe i konfirmuar nga përfaqësues partive politike është një takim i rregullt protokollar, ashtu siç e parasheh edhe kushtetuta, nëse mandatari i parë dështon ta bëjë qeverinë, ti thras në konsultime para se të mandatoj mandatarin e dytë në këtë periudhë për 10 ditësh, po nga ky takim nuk pritet asgjë. E kemi parë një rol shumë pasiv, shumë indiferent të presidentes ndaj kësaj blokade disa mujore, që po shkon 7 muaj pa qeveri, dhe asnjë rol aktiv të presidentes për të bërë të paktën punën e saj, të nxjisë partitë politike që të dakordohen. Kështu që edhe në takimin e nesërmë nuk pritet që ajo të ketë një rol për te një koqiri ta konsumoj takim për të bërë disa fotografi, ta bëj një tik në përpjekjen e saj për ta përmbushur mandatin e saj,
dhe rrjedhimisht nuk pritet asgjë nga takimi i nesërm, nuk do të kemi marrëveshje, rrjedhimisht nuk do të kemi asnjë mundësi që të kemi qeveri brenda këtij dhe diçi, dhe gjithçka që po shihet ashtu në deklarimet e liderëve të partive politike është në funksion të fushatës, edhe që mund të ndikojë në balotazhin për ato komunat që kanë mbetur në balotazh, po gjithsesi për zgjedhjet nacionale që deri në fund të vitit patjetër që duhet të jenë. Ministri në detyrë e financave Hekuran Murati ka zhvilluar një takim konsultativ me përfaqësues të organizatave të biznesit dhe të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat për të diskutuar çështjen e pagës minimale. Pas takimit, kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, deklaroi se janë pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro nga 1 janari 2026. Megjithatë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kanë kërkuar që procesi të mos finalizohet pa institucione të reja legjitime. Dhoma e tregtisë dhe industrisë theksoi se ky vendim duhet të merret nga qeveria e re dhe një kuvend funksional. Ndërkohë, Oda Ekonomike e Kosovës nuk ka marrë pjesë fare në takim. Kryetari i saj, Lulzim Rafune, ka quajtur ftesën e Muratit pjesë të një fushate politike të një qeverie në detyrë. Pas takimit konsultativ me Ministrin e Detyrë të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati për çështjen e pagës minimale në Kosovë, kryetari i sindikatës së punëtorëve privat, Jusuf Azemi, tha se kërkesë e tyre ishte që paga minimale në sektorin privat të jetë 600 euro. Megjithatë, ai ka shtuar se qeveria është parë se vlerësojnë që kjo pagë të jetë 500 euro prej 1 janarit të vitit të ardhshëm. Është diskutuar lidhur me pagën minimale, normal që ne si udhëheqës i sindikatës sektorit privat Kosovës e kemi kërkuar që kjo pagë të jetë pagë minimale 600 euro. Po themi pëlqimin e njerëzve kompetent ose po themi qeverisë në detyrë që vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyet decidivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thonë që ne planifikojmë që paga minimale prej 500 euro do të filloj së implementuari në janar, por megjithatë nuk e ka hudhë poshtë edhe propozimin tonë që është thonë që unë do të bisedojmë me aktorët kryesorë dhe që të bisedojmë edhe tek shuma 600 euro, por megjithatë nga gjithë aktorët që ishmi, jemi pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro dhe të filloj së implementuari nga muaji janar. Azemi ka komentuar edhe deklaratën e Muratit se pagën minimale përcakton edhe Këshilli Ekonomiko-Social, por sipas Azemit, Murati ka thënë se për këtë çështje ka kompetencë të vendosë vetë. Ka qenë edhe një shpjegim i ministrit që sepse normal që pagën minimale e përcakton Këshilli Ekonomiko-Social, në mungesë të Këshillit Ekonomik-Social thotë që unë kam kompetencat që të vendosi për te, përderisa normal që në këtë Këshill Ekonomik janë edhe disa sindikate të tjera të cilat e përmendën Këshillin Ekonomik-Social, sipas ministrit, po flas sipas ministrit, nuk i plotësojnë kushtet sindikata të tjera, për ata edhe nuk janë të lirë. Ndërsa Kushtrim Hameti nga dhoma e tregtisë ka thënë se në takimin konsultativ me Muratin kanë kërkuar që ky proces të shtyhet derisa të formohet qeveria e re. Hameti vlerësoi se kjo iniciativë ka ngjyrim politik. Paga e propozuar nga kryeministri ishte ditën e diel, paga minimale domon ishte ditën e diel kur tentoi të bënte qeverin kurti 3 dhe nuk ndodhi, domon ishte fushat politike, andaj ne i kërkuam ministrit që kjo çështje të shtyhet derisa të ketë një qeveri funksionale. E para, jashtëzakonisht ajo që kemi kërkuar, vazhdojmë të kërkojmë nga qeveria është të mos nxjerrin vendime pa konsultime me komunitetin e biznesit. Jo dini, është nxjerr vendime për rritjen e çmimit të energjisë 16% për konsumatorët e rregulluar në këtë rast edhe bizneset edhe konsumatorët dhe pasojat e tij që i kemi paralajmëruar vetë se po i shohim. Këto dhëna nuk po i nxjerrim ne, po i nxjerr Agjencia Statistikave të Kosovës, ku po thotë qartë se si janë rritur çmimet, si është rritur kostoja e prodhimit vendor në Kosovë. Gjithashtu pasojat janë jashtëzakonisht të vështira, situatë jashtëzakonisht shumë e vështirë me cilën po përballen bizneset që kanë dalur në tregun e lirë, që po i thonë këta, fakt s'është treg i lirë ky. Faturat e tyre po vinë 3 fish, 4 fish më shtrenjtë se sa që
kanë qenë në periudhën sa ishte para se mendohet kjo. Domthon, këto vendime janë jashtëzakonisht të pafavorshme sepse e kanë bërë totalisht të pasigurt punën në Kosovë, edhe këto biznese nuk janë të ditë as se çka komendohet me to pas janarit të 2026-s. Oda ekonomike e Kosovës nuk ka marrë pjesë në takimin e thirrur nga Ministria e Financave për çështjen e rritjes së pagës minimale. Këtë takim OEKU e ka quajtur fushat politike. Kryetari Lulzim Rafuna ka theksuar se proceset që prekin bizneset, siç është edhe paga minimale, kërkojnë qasje serioze, analizat e mirëfillta dhe konsultim të gjerë me sektorin privat. Një qeverisje legjitime dhe e votuar në Kuvendin e Kosovës duhet të tregojë përgjegjësi institucionale, duke dëgjuar dhe përfshirë partner ekonomik në proceset e vendimarrjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë mesazh se përmes një ligji të veçantë synojnë të mos mbështesin asnjë ndryshim kufish në Ballkan. Nëse akti demokracisë dhe progresit në Ballkanin Perëndimor miratohet nga Kongresi dhe Senati Amerikan dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, Shtetet e Bashkuara do të angazhohen ligjërisht që politika e tyre e jashtme të mos mbështesë ndarjen e territoreve, shkëputjen apo ndonjë ndryshim tjetër kufitar bazuar mbi etni në Ballkanin Perëndimor, përfshirë midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe ndarjen e mundshme të Republikas Srpskas. Ky parashikim është pjesë e seksionit 11 të projektligjit që merret me raportet midis Kosovës dhe Serbisë dhe thekson se marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës e arritur më 27 shkurt 2023 me mbështetjen e Bashkimit Evropian duhet të zbatohet shpejt. Për herë të parë, projektligji përfshin edhe paragrafin mbi mos ndryshimin e kufive. SBA-ja nuk do të ndjek asnjë politikë që mbështet shkëmbimet e territoreve, shkëputjen ose forma të tjera të rivizatimit të kufive përgjatë vijave etnike në Ballkanin Perëndimor, si një mjet për të arbitruar mosmarrveshjet midis shteteve kombëtare në rajon, thuhet në projektligj. Në kuadër të netëve të filmit shqiptar, Ambasada e Shqipërisë në Kosovë solli në kino Armata filmin e restauruar Vdekja e Kalit, një vepër që rikthen kujtimet e kinemas shqiptare dhe forcon lidhjet kulturore mes dy vendeve. Në kuadër të netëve të filmit shqiptar, Ambasada e Shqipërisë në Kosovë solli për publikun një mbrëmje të veçantë kinematografike në Kino Armata. Atje u shfaq filmi i restauruar Vdekja e Kalit, filmi i regjisorit Sajmir Kumbaro, prodhim i vitit 1992. Një nga veprat më të njohura të kinemas shqiptare që pasqyron tranzicionin mes dy epokave të rëndësishme në Shqipërinë e asaj kohe. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Petrit Mala, i theksoi lidhjen e hershme shpirtërore e kulturore mes dy vendeve, duke kujtuar kohën kur kablot dhe antenat e mëdha lidheshin për të parë kanalet shqiptare nga Kosova. Shqiptarët e Kosovës e kanë ndjekur filmin shqip, e kanë ndjekur herët, e kanë parë me ato mundimet e tyre, me atë kablin që e shtrinin me metra të tërë për të kapur atë sinjalin e Tiranës. E kam ndjerë këtë kohë që jam këtu në Kosovë dhe në fakt nuk është se po bijem në një çudi për shikuesit këtu në Prishtinë, por është e rëndësishme që ne po rikujtojmë vërtet vlerat veçanta të kinemas shqiptare dhe kemi ardhur këtë vit me netët e filmit shqiptar, me një cikël kulturor që e kemi filluar prej një muaj e gjysmë më herët dhe kemi deri para festës kombëtare, ku kemi shfaqur disa filma. Sot është filmi radhës, Vdekja e Kalit, i regjisorit Sajmir Kumbaro, një film interesant, një film i cili pasqyron një realitet të dhimbshëm të kohës së izolimit në Shqipëri. Ndërsa skenaristi kosovar Arjan Krasniqi vlerësoi iniciativën si një mundësi të mirë për të rinj që të njihen me veprat e kinemas shqiptare që mbartin historinë dhe mesazhe të mëdha. Janë një mundësi e mirë dhe një shansë e mirë që të mos për gjeneratat e reja që të shohin ata filma, produksion filmik që lidhet edhe me zhvillimet historike të Shqipërisë. Një nga veprat më të njohura të asaj periudhe është edhe Vdekja e Kalit. Për mendimin tim ka një skenar të jashtëzakonshëm dhe është një ndër filmat që pasqyron me gjetje shumë simbolike, po të vërtetën e periudhës së komunizmit dhe shembjen e komunizmit dhe ardhjen e demokracisë në Shqipëri.
E pranishme në mbrëmje ishte edhe aktoria Gresa Gashi, e cila ishte e shoqëruar nga baba i saj. Ajo vlerësoi faktin që edhe pas kaq dekadash, filmat e viteve të 80-ta rikthehen për të kujtuar vlerat artistike dhe traditën e kinemasë son. E vlerësoj shumë që edhe mas një kohë shumë gjatë, sjellim filma të viteve të 80-ta, të cilët rinia jonë nuk ka mujt mi pa dhe mujt mi pa, edhe sot filmi edhe njëherë na i rikujtoj që njerëz të drejtë nuk i dojnë ata që rrajnë, ata që shpifin, kështu që drejtësinë halo dhe vazhdon drejtësia mos me u kon. Po jam rrit me një frym për shkak se babi shumë i ka përcjell filmat e viteve të 80-ta, edhe jam rrit me një frym tillë dhe më pëlqen mi pa, po pse jo dhe rinia me ardhe mi pa, dhe shumë mirë që ambasadori i Shqipërisë, zoti Petrit Malaj, e ka organizuar një festival tillë që me mujtë edhe me ardhe mi pa filmat. Këto net filmi nuk janë vetëm kujtesë për të kaluarën, por edhe një urë lidhëse mes brezash, duke rikujtuar se arti shqiptar mbetet një gjuhë e përbashkët që bashkon kombin përtej kufinjve. Shikues të nderuar, për informacionet më të reja klikoni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëjtje.